Ja goca pjesa e dytë, ja I kam hapur që të gjitha savojardit, një pako, unë bleva 2 pako, po kam përdorur vetëm një, më desh vetëm një. Kjo është ajo që unë bleva, e bleva kastile për tortën, I gjeni në gjitha supermarketet, këtu po vendos atë panë me mascarpone, e kam bënë të sa ka poshin një godë, se vinë më mirë për të mbushur, edhe kështu kam vazhduar me radhë. Dhe ja ku është numri 1, biskotat savojardit për të bërë numri 9, kam bërë një godë në mes, edhe kam prerë savojardit në mes, pastaj kam prerë dhe pak fare, ke parasysh nga të dyja kratë, që të vinin pak më të vogla. Edhe si që shikoni, kështu vazhdon puna, procedura, si që shikoni tek videoa, edhe kam bërë me këtë, është si forë mylli, edhe kam vazhduar me radhë. U lodha të them të vërtetën atë natë, se donte punë, edhe si që thash, ishte e parë që unë e bëja, nuk e kisha bërë ndonjëherë, unë nuk jam pastiqere, thjesht provoj, edhe në ajo që kam pasion, më pëlqen, edhe thash, pse mos ta bëj. Dhe në të vërtet, doli super, doli shumë e shishme. Unë kam provuar vetëm 2 pironjë edhe se nuk mbeti asnjë, dhe janë numri 19. Do të kesh një qik fantazi, se më kam pyetur edhe në privat se si e bëre ti numrin 19. Do një qik punë, por sa ti marrësh dorë. Unë e parë që e bëra, edhe do provoj dhe modele të tjerë. Jo vetëm për ditëlindje, por dhe gjëra. Pse jo, e kam pasion, më pëlqen edhe tortat, më pëlqen që t'i bëj. Kam vendosur që do bëj dhe taboshin. Pastaj që janë këto amëlsirat shqiptare, unë I di që t'i bëj që gjitha, me revanie, por vetëm thjesht nuk I bëj se unë po I bëra doha. Edhe nuk dua të dënoj veten time. Pastaj fëmijët mua nuk më janë shumë ëmbëlsirat e Shqipërisë tradicionale, siç e kam thënë. Preferuam vetëm kadaifin po, do ta bëj sërish. Po çfarë janë këto gjërat e tjera nuk. Edhe ja torta si na doli, siç po e shikoni. Me një qik mundi, me një qik avash, derisa unë godën e oqja, njërës të dashur, por e kam rivendosur prap, për arsye se kisha më frikë se mos më prishesh numri 9, se njëshi nuk ishte problem, edhe kam lënë me tortën gjithë natën në frigorifer. Ja këshilloj që dhe kjo është e fundit, që unë kam bërë formën e luleve lartë, edhe kjo ishte torta që unë përgatita për djalin tim. Nuk është tortë, është tiramisu. Si që thash, edhe kush nuk e ha tiramisun. Unë në përgjithësi e bëj më shumë, e bëj me pistakjo, se fëmijët e mi adhurojnë më tepër me pistakjo, po kësa radhe vendosa të bëj atë tradicionale me kafe. Por, nuk, si që thash, nuk e bëra me shumë kafe, e kam bërë me pak, edhe I kam shtuar qumshti, që kush nuk I pëlqente shumë shija e kafes, erdhi me e letë në gusto. Ju uroj një mbasditë të bukur, kalofshi sa më bukur dhe faleminderit shumë për gjithçka, njerëz të bukur, rrofshi.